ndryshimi prej mësuesit në arsimtare ka qenë shumë i madh për mua, për arsye që kishte një ndryshim të madh. Me mësuesin i kena pas çdo land, edhe kom më lehtë mu shpreh me ta. Ndërsa me arsimtar kanë mënyrën e vet mu shpreh. Mund për shembull me kon më të rrët që nuk folin edhe aq shumë. Kur kam hyrë në klasën e parë, kam qenë i emocionuar sepse nuk kam qenë në shkollë. Dhe kur e kam takuar arsimtaren, jam njohur me të dhe jam miqësuar me të më lehtë. Do me thonë nuk e ndjekë ndonjë shkollim tjetër para klasës së parë. A kanë qenë emocionet shumë të mëdha, duke qenë se ti po mëson prej dikujt tjetër që është i rritur. Çfarë ke përjetuar ta them ditët e para? Në ditët e para kom pas si frikë edhe emocione të ndryshme, ka rikësueshëm, i mërzitshëm, edhe ka qenë shumë interesante duke më mësuar një person i rritur për këto gjërat basike. Adorisa? Kur kam qenë para fillor, unë jam mësuar me mësimdhënësit ose me mësueset që më kanë ndihmuar të mësoj në shembull gjuhën shqipe ose çdo gjë që na kanë mësuar para se të dalim në klasën e parë. Kur kam dalë në klasën e parë, ka qenë një sfidë shumë e madhe, sepse jam mësuar me mësuese që i kam pas në kopsht. Dhe në klasën e parë kam pas ndrim të mësuesve, kemi pas edhe shumë gjëra tjera. Ndoshta dallimi prej kopshtit që mësoni ta them shumë të socializoni njëri me tjetrin, mësoni gjëra bazike të jetës, po filloni të mësoni diçka tjetër që ka më ju nevojit ndoshta gjithë jetën. A ka qenë për ty vështirë me fillu me mësu gjithçka ta them nga e para? Pa ka qenë e vështirë, po pasi jam mësuar me mësuesen time, kom fillu me mësu me lehtë, ka shpjegu ma qartë dhe shumë të tjera. Nart? Kalimi nga cikli fillor në ciklin e lartë është një ndryshim i madh jo vetëm për mua, por për të gjithë nxënësit, sepse deri në ato kohë ne jemi mësuar vetëm nga një mësues, e tani përballemi me plot mësimdhënës dhe me plot mënyra tjera të mësimit. Normalisht që hasim vështirësi në ngarkesë dhe në organizimin e kohës, por me kalimin e kohës do të bëhemi njësoj. Do të si me thonë. Ti je në klasën e 7. Po. Tash, në klasën e 6 e ke përfundu. Irdi edhe Adorisa ende nuk i kanë kalu ato, ta them sfida që i përjetojnë gjatë klasës së 6. Ti ki kalu atë pjesë. Tash, si po ndihesh në klasën e 7? A je pak më i lirë me mësimdhënësat? Në klasën e 7 je pak më i lirë sepse ke kalu një kohë gjatë, jo një kohë gjatë, po një vit me arsimtar dhe jem mësuar me arsimtar dhe është më lehtë. Je mësu me metodat e tyre. Po. Edhe në cili është më i rrep, cili është më i buta që uem ashtu me nxënësit edhe ndoshta i përshtateni së cilit sarë që të fillon ora. Ndoshta kjo është arsyeja pse doshta më thonë ma herët që bëhet të njëjtë pastaj. Është një rutinë e përditshme. Po, është shumë e nevojshme për nxënësit që arsimtarët dhe prindrit i përkrojnë ata derisa ata ta kalojnë këtë periudhë sa më shpejt. A e ke pas vështirë me e kalu? Po. Duke qenë se ke kalu këtë periudhën e vështirë të klasës së 6, a mundesh me më tregu tash që je në klasën e 7, si po i kujton ato momentet e vështira që i ke kalu në klasën e 6? Normalisht që tash ndina më sigur dhe më lehshëm me arsimtar, ato momente kur i kujtoj e di që kam pas pak më vështirë se sa tani. Cila landë më së shumë ti ju pëlqen? Filloj me Nortin. Landa ime preferuar është historia, matematika. Adorisa? Për mu janë të gjitha të preferuara, sepse mësoj gjithçka të re nga to. Erdi? Biologjia dhe historia. Shumë bukur. Nëse do të kishe ndonjë fuqi magjike, çfarë do të ndryshoje në bota jonë? Do të ndryshoja shumë gjëra. Për shembull, njerëz të jenë më të socializuar me tjerë dhe mos të jenë kaq me thonë ndryshe të vështirë, për shembull me fol, të jenë më të sigurt për shembull se çka bëjnë, të mendojnë se çfarë do të bëjmë së pari dhe ju mos të thojnë direkt. Dhe një tjetër do të ishte
t'i ndihmoj krejt njerëz që janë me nevojat veçanta, t'i kenë krejt të drejtat të njëjta. A Dorisa? Unë mendoj se do ta largoja konfliktet mes njerëzve që ndodhin kohët e fundit shumë shpesh, edhe kisha ndryshuar shumë gjëra të tjera. Nart? Nga ona ime për veti kisha ndryshuar, kisha bu vetë një super talent në futboll, edhe për botën e kisha bu botën më të pastër, jo e ndotër siç është tani. Për pjesën e futbollit, e diskuton pak më herët që merresh me futboll, por do të ndalemi pak më vonë edhe të flasim për aktivitetet jashtë shkollore me të cilat merreni. I përmendet landet e juaja të preferuara. A mundeni me më tregu pse janë pikërisht këto lanë që juve ju tërhequn mes shumti? A janë mësimdhënësat ata të cilët të ndikojnë që ju me i dashur më shumë këto land, apo ju tërheq ajo që çfarë mësoni gjatë këtyre landeve? A Dorisa? Unë mendoj se mësimdhënësat do më thonë kur shpjegojnë dhe shpjegojnë qartë, fillon do më thonë dashuria mes lendeve, kur mësojnë diçka të re, edhe pse dikush ndonjë lënd nuk e preferon, do të fillon edhe ta dashuron atë shumë, sepse mëson shumë gjëra të reja nga ajo lënd. Nart? Unë përmenda lëndën e historisë dhe lëndën e matematikës, sepse në lëndën e historisë mësoj shumë gjëra të reja për historinë që ka ndodhur më parë, për Skënderbeun, për kohën e Gurit dhe për gjëra të ndryshme. Dhe ndërsa tek matematika mësoj shumë ekuacionet, inekuacionet dhe gjëra të reja që si kena mësuar në klasën e më parë. Erdi? Biologjia më pëlqen për arsye se ka shumë zhvillim me natyrën edhe me gjëra të frymore. Ajo po ashtu tregon se si duken grincat tona brenda trupit tonë. Adi, a ke ndonjë pyetje? Po, cila është gjëja më e bukur që keni bërë si klasë? Gjëja më e bukur që kemi bërë si klasë është që ne në klasë nuk kemi shumë probleme, kalojmë mirë me njëri tjetrin, jemi shok, Probleme nuk keni ndonjëherë, a? Jo, ka, ama jo bashkë. Jo probleme ndoshta të mëdha, po? Jo si shumica klasëve që ka gati çdo ditë. A jeni klasë zhurmë magjike? Po, zhurmë magjike, po. A ka shumë nxënësa në klasë që janë shëmbullor, apo jeni nxënësa mesatar? 8, 9 shëmbullor. Okej. Po mendoj se gjëja më e mirë që kemi bërë si klasë ka qenë kur nuk kemi bërë shumë probleme. Gjëja më e mirë ka qenë kur jemi zgjedhur edhe klasa më e mirë, sepse nuk kemi prishur qetësinë asnjëherë, nuk kemi bërë probleme gjatë pushimeve të shkurtëra dhe nuk e kemi penguar klasë të tjera kur kanë mbajtur ose kur e kanë zhvilluar mësimin.